What the fuck? Hey, bukur! Jemi në What for Live sërish dhe për këtë javë për të rijat më të fundit. Nga vendi dhe bota. Në fakt janë vetëm lajme nga Shqipëria, sepse ne me showbizin shqiptar merremi, se në fakt ju intereson. Po dhe në fund të ditës ka material, nuk është se zgjemi çdo ditë të re pa material, jo ndaj, jo zienca, ca follow, ca zhdukur, ca do rikthehen. Për shembull, zot Elton Toza një mëngjes të bukur dhe bombardon Instagramin e vet me debate me Arbanën. Eltoni është Arbanën me Sahat. Pikpyetje ose fansën e Arbanës. Po, por para se të nisim dhe t'ju tregojmë të rejat, mos harroni bëni subscribe më poshtë për të mos humbur asnjë nga programet e Andales. Vera po vjen dhe shumë programe do fillojnë. Tani, çështja është këtu. Ne dimë që VIP-at kanë fanpage. Kanë. Kur kemi ne mos paçën VIP. Por disa thonë që këto fanpage menaxhohen nga vetë VIP-at. Si shumë prej fanpage-eve, gjithmonë një VIP e ka një fanpage të vetin i cili e menaxhon vetë ai. Jo, zakonisht kanë account e fake. Shiko, po Jo, po dhe fanpage mbajnë shumë të veta që postojnë, bëjnë edite të veta që të bëjnë çik viral. Shiko, ekziston kjo që në Amerikë për shembull artistët kanë fanpage që ja menaxhon staffi, pra është fanpage-i personazhit. Po, Taylor ka, Harry ka, Olivia, gjithë. Kanë gjithë. Ore, nuk është e gabuar në princip, po pastaj kur fillon dhe zihet fanpage-i me gazeta. Në temë tani, Eltoni si një personazh i cili nuk rezervohet shumë dhe thot direkt atë çka mendon. Në një postim ka komentuar diçka për Arbanën. Dhe kjo fansi Arbana Osmani Medi ka thënë i marrësh të keqen. Pik. Eltoni ka thënë po zemër, më pëlqen që flet për veten në veten e tretë. Kjo ka thënë pra ka aluduar që është vetë Arbana. Kjo ka thënë ru se po të rajnë atë bëj leje zemrën e mëlqin. Ky i tha të fala veshkës dhe ka postuar dhe një mesazh në Instagram që i kanë shkruar seriozisht e ka kjo adresë më pa të shkruajt dhe mu ishte vetë ajo. Gjithsesi mbetet me pikpyetje. Se domethënë si e ka kuptuar Eltoni që është Arbana? Po, edhe kam shumë pyetje, domethënë nga është nisur që ka aluduar që është Arbana. A ka kohë Arbana për të pasur një fanpage për veten le të aludojë Ferma VIP. Ferma VIP. Biznese, Fëmijët. Po reklam pa në Instagram. Influencer. Po në kujnë për Ledionin. Po në udhtim. Edhe udhtim. Kur s'na del në koha i del Arbanës është çështja. Unë kam kontaktuar këtë accountin Arbana Osmani Medi dhe i thash përshëndetje. Thash nëse mund të na japësh ndonjë info që të vërtetosh që nuk je Arbana, thash se kjo është dilema. Si vetëm të çoj një foto të dorës. Dhe direkt sa i thashën kështu ndryshoi dialekt dhe u bë dialekt kosovar. Më thot, tani më fal thot, po veç Arbana që s'jam unë, jam prej Kosovë, jetoj jashtë, por ama s'don shumë me kuptu që s'jom ajo se Arbana as që ka kohë mu marr me fanpage, që to veç janë ëndrat e Eltonit. Por realiteti është ndryshe një laughing emoji, pa thënë një emoji duke qeshur. Dhe besoj. Edhe unë e besoj pak dhe mënyra se si ka shkruar. Po kushka, pastaj Arbana nuk është dole shete, me gjithë respekt, nuk është dole shete me këtë fanpage, por tash mos ja fut ka. Por Eltoni ndoshta mendon ndryshe dhe unë do ta telefonoj tani. Telefonoj. Call that Elton Toza right now. So I had a lot to say about Banas the other day in the press. Alo Elton, si je? Alo, më mbrëma si Elton Toza apo bomba me Sahat? Se ti ke gjithmonë në gjë për të bërë. Jemi nga Andale që po telefonojmë se ndoshta s'na njeh nga zërat. Po si mos i njohun zërat tuaj. Mos njohun Fatos Sule, mos njohun detektivin më të famshëm. I ka ngel te detektivi. A ti do rritë detektivin. Tani Elton, unë i shkruajta ati fanpage-it të Arbanës dhe më tha që jam një vajzë nga Kosova, tha, dhe Arbana nuk ka kohë të merret me fanpage. Atëherë, sa VIP-a kemi neve që bëjnë sikur kanë fanpage dhe na dalin që i kanë vetë VIP-at. Kjo vlen. Këtë po flisnim edhe ne këtu në studio. Atëherë, një nga koleget e mia, është një personazh publik që ju e njihni shumë mirë, unë nuk mund t'jap emrin, vajzës në fjalë, e cila më ka shkruar mesazh dhe më ka thënë, kjo është Arbana sepse unë kam folur, madje kemi lënë takim, kam pas lënë takim dikur dhe kjo faqe është e saj se kam komunikuar me të. Prandaj nëpërmjet kësaj faqes ka komunikuar. Nëpërmjet kësaj faqe ka komunikuar. A janë takuar apo mos vërtet ka qenë kështu catfish account? Jo, janë takuar sepse ka pas një mosmarrëveshje dikur mes dy personazheve, midis Arbanës dhe kësaj vajzës tjetër.
DM e cila kur ka kontaktuar me këtë faqe, ka lënë takim dhe janë takuar. Me Arbana. Po ti tani çfarë ke me Arbana, nuk të pëlqen, çfarë komenti kishe bërë se te foto nuk dukej mirë? Unë pa ta bëjo, ajo më tregonte mua kujdes një herë të shkatruan syrin, kujdes se mos të shkatrojmë ndonjë gjë tjetër, edhe unë i përmenda të gjitha organet e mundshme si veshka, tëmthi, apandësit etj. Po, Se kisha ndonjë gjë. po në drejtimin e fermës VIP si të duket Arbana, është një sukses apo dështim ky sezon sipas teje? O, të dashur, ajo është shoqënia VIP, nuk është ferma VIP. Të lutem shumë. Ferma ka marru 10, këtë vit është shoqënia VIP. Njëra ka futur shoqet, tjetri ka futur shokët. Pra kanë futur gjithë miqësitë e tyre. Pa është ka këtë diçka e gabuar? Po patjetër, sepse ata nuk po merren dot vesh njëri me tjetrin. Shiko më ti ke Zhakun, Po. e cila ka hyrë brenda dhe sherrët që ka jashtë, po jashtu brenda. Ne i ka sjell mrena në shtëpi. Ti mes Zhaku dhe Mozës kë mbron? O zemër, unë Mozën e kam dashni. Mozën. Si të gjithë ne. Gjithmonë me Mozën. Elton, duke qenë se ti je një min me Sahat, bom me Sahat që shpërthen nga momenti në moment dhe di shumë informacione në showbiz. Unë dua të të pyes dhe jam kurioztare. Drama dhe krisja e marrëdhënies Sara Hoxhës dhe Erik Fullanit, a është e vërtet? Pra vërtet janë ndarë? Po, është e vërtet. Po, a ke ndonjë informacion se nga se ka ardhur Se ka ndarja? ardhur kjo ndarje? Ka ca informacione të tjera që Sara Hoxha më duket po rikthen dhe një herë lidhjen e saj me ish bashkëshortin. Vërtet, ore? Oh. Me Ledrin? Po Ledri Vula është përfolur për marrëdhënie me Gjensila Murtezaj. Madje ishin kapur dhe në një klub shumë të afërt në Paris, më duket. E po këtë tash ti, këto kapjet, këto tre këndçat ju i dini që ne të showbizit vdesim t'i kemi. Po. Shesin. Për të përfolur. Neve po i krijojmë tre këndçat brenda shtëpive të famshme të Big Brotherit, ferma VIP-it, mos i krijojmë në jetën tonë përditshme. Është e pamundur, neve nuk jetojmë dot pa. Pasqyrojmë realitetin ton. Po mos është ndonjë krisje thjesht momentale, Elton, se shumë çifte bëhen unfollow dhe pastaj bashkohen. Ribashkohen, po. Unë pash që ato nxorën vajzën e cila bëri ato deklaratat aq të sinqerta dhe aq të bukura. Po. Unë jam midis një pikpyetje të madhe, a është me vërtet Ledri bashkë me Gjensilën bashkë apo jo, apo ka një rikthim të mundshëm dhe mund të ketë një rikthim të mundshëm midis Ledrit dhe Sarës. Po Sara e mohoi një rikthim me Ledrin, pra tha që është babai vajzës time, respektoj, po nuk ka dashuri, tha Sara. Greta Koçi ishte 25 vjeç dhe mohonte që ishte 25 vjeç dhe thoshte vazhdoj të jem akoma 15. E di pse erdhi shumë e papritur se edhe Erik Fullani tek podcasti Mirës ishte gati për të martuar dhe ishte duke bërë plane për dasmën. Aman se kështu i kishte dha Drela Dushi bashkë me Kapitaltin dhe nuk ja pam dasmën në shtator. Me ata ndoshta ka bërë private dhe ne s'dim gjë. Po si, e kanë bërë ata private dhe se kemi marrë vesh ne? E se ka marrë vesh Eltoni? Me vesh e vdekur, kjo është pak për e sigur. Tu kemi tipa neve që ndodh diçka në fshetësi dhe se marrin. Do na vinte në një zog në Ne vesh. pesa vërtet nuk marrim, po informacionet i marrim vesh. Elton, faleminderit për shumë të faleminderit. Dhe do qëndrojmë në kontakt. Pse jeni kaq të mirë? Ja, Mundohemi. Eltoni na merr kalan nga brenda neve. Ju asalla çokolatat. Faleminderit Elton. Faleminderit Elton, dëgjojmë. Jeni fantastik, ju jeni fantastik, ju përqafoj fort dhe bravo ju qoftë për edhe keni emisionin ta kam thënë edhe një herë tjetër tosi, po ta rikthem prap. Juve të tre keni emisionin më të ndjekur në YouTube. Faleminderit Elton. Të përqafojmë dhe ne. Pacim. Pacim. Mirupafshim. Eltoni ishi paparë çfarë nuk di dhe çfarë nuk thot. Dëgjoj. Thot gjërat pa i menduar fare. për- Dhe nuk stopohet. Për marrëdhënien mes Eriku dhe Sarës, edhe mund të ketë, po dhe nuk mund të ketë të drejtë. Se Sara ka dalë her pas here dhe është shprehur që Unë nuk e marrëdhënia besoj ka rikthimin me përfunduar. Ledrin. Shiko, ka diçka, ne nuk mund të marrim për bazë përgjigjet e një fëmie, ëh, sepse normalisht Pra një fëmijë gjithmonë e do portretin po, bravo, familjar të bashkuar. Mami dhe babin e vet, po normalisht i do të bashkuar, i do bashkë. I do dhe sytë e njësoj. tyre Janë Po çifti perfekt. Po është ajo që thot është Misi, kështu. ne marrim në bazë fjalët që Sara ka Po, thënë vetë. s'mund të marrim fjalët Ka e thënë që Paulit. ajo Nuk ka marrëdhënie një nuk ka rikthim, funksionuar dhe nuk ka një rikthim dhe unë e shoh shumë Ledrin me Gjensilën, me thënë drejtën se sa Unë këtë të se bashkuar besoj, me Sarën. Edhe për këtë kam pikpyetjet e mia, por
por gjithsesi në showbiz çfarë nuk ndodh. Mirë dashuria le të lulëzoj se ku ka më bukur. Po un jam në merak për butrin Timirin që është zhdukur dhe ka heq çdo foto në Instagramin e tij. Tamam, do vinë një album i ri? Unë kam menduar zakonisht ka diçka. Artistët bëjnë diçka, bëjnë një lëvizje strategjike. Është bër bajat ajo. E ka bër Taylor Swift në 2016. Hajde numërojmë sa artist kanë hequr fotot përpara se Safina Zeqiri, Ylli Limani, Ronela, Dhurata e ka heq tani, po dhurata Dua Lipa ka bërë që ka fshirë gjitha. Po për çfarë e bën? Është metodë shumë e vjetër. Thashë se ka bërë New era, po. Ajo që ndodhi ishte butrin ishte i heshtur edhe më përpara. Pra që pas publikimit të projektit të ti me Tajnë, nuk është e ka pasur shumë bashkëpunime të tjera. Ndodhi dhe incidenti me Finemin edhe kanë qenë shumë. Nuk e di, po ky 2 vjeçari i fundit për Butrintit duket sikur është më shumë tërheqje nga karriera e tij artistike. Prandaj dhe unë as koncerte nuk po bën shumë. Ama projekti ka necur. Pikërisht, prandaj unë mendoj që kjo nuk është një mënyrë marketingu për të promovuar një këngë të re ose një album, po mendoj që Butrinti vërtet po shkëputet nga muzika. Me vërtet Butrinti, ora. E mendoj shumë të tërhequr, ka kohë që ne nuk kemi dëgjuar një këngë prej tij. Ne se kemi dëgjuar më përpara. Jo, ai ishte viral. Ishte viral. E vërtet. Gjithsesi ai është artist i mirë. Por tani do kalojmë në një top 5 apo jo kostum. Në top 5, unë thot për gjithë kam përgatitur një top 5. Si ju skuq, është shumë entuziast për top 5-ën e tij. Po kam hallë të tjera, unë po i flasim pas kamerave këto. Kam përgatitur një top 5, top 5 bashkëpunimet që do të thyenin rrjetin nëse do ndodhni. Atëherë, në vend të 5 kemi Bleona Qereti dhe Adelina Ismaili. Do ishte ikonike, Dyshe e papritur. Do ishte ikonike, por nuk e di se sa, pra do bëhe virale vetëm për shkak se janë ato të dyja, po kënga nuk e di se sa e gjushme do ishte duke qenë se të dyja kanë dalë pak nga tregu muzikor, të themi. Një tjetër, uroj që të manifestojmë të pesta këto. Noizi me Ghetto Art Selimi. Dy polo të kundërta. Të gjithë mund të jenë bajtuar, Noizi Stresi janë bajtuar, por Noizi Ghetto Art. Nuk mendoj që do ishte një këngë shumë cilësore, nuk më duken shumë të ngjashëm në këngët që prodhojnë dhe në stilet e këngëve që kanë prodhuar. Noizi ka përshtatshmërinë me stresin që ka pasur rivalë, siç e thënë, të dy rapera janë, të dy kanë nga 20 vite karrierë sa kanë. Po është shkëputur Ghetto Art goxha. Nice. Në vend të tretë është Elvana Gjata me Dafina Zeqiri. Kjo do të ishte vend të parë Kostian sepse është bashkëpunimi që të gjithë e presin, dy divat shqiptare, Beyoncé dhe Rihanna jon. Unë do të them një tjetër bashkëpunim po nice. Në vend të dytë është Dua Lipa dhe Bebe Rexha. Ishte interesante. Jo, do ishte më interesante Dua Lipa dhe Rita Ora. Rita ka ikur, është në Kia Asylum. Për gjithë që se kuptoni, nuk është e suksesshme momentalisht. Ata e kuptojnë se ne kemi bërë një Kia Asylum. Por në vend të parë fatos që ti do pendohesh për atë që the, do ishte Alban Skëndera dhe Flor Mumajesi. Këtu jo rrjeti. Skëndera dhe Flor Mumajesi. Ai e tha dhe mua më bë mishi mornica. Jo, mirë Albana me Dafina, po Albani me Flori, që Flori ka vite pa. Imagjinoni çfarë teksti do kishte kënga. Po imagjino çfarë perle do ishte, duhesh album, jo vetëm një këngë. Alban Skëndera dhe Flor Mumajesi. Unë mendoj që ata të dy janë shumë diva edhe nuk do uli hundën askush të aftoj tjetrin për bashkëpunim. Jo, Albani për shembull më jep përshtypjen e një artisti diva. Albani duket shumë i thjeshtë dhe ëmbël për sa i përket punës. Janë xhaxhikos që krahasojnë me njëri tjetrin në Artemis dhe kanë qenë xhaxhikos në konkurrencë. Publikun e ndajnë të dy në dy pjesë, pra ke Albanin, ke dhe Flori. Me thënë të drejtën tani që është shkëput pak Flori, mua zemra më rrej një çik më shumë për Flori. Po kurse ke një gjë, atëherë ja kupton vlerën. Flori rikthehu. Kur e bëra pëlqeu Alban Skëndera ty të ka lënë jo, mos e vri me Elik ta dy. Unë përshëndes Limanin. I love Flori. Jo, mos e përmend dyllin, mos ka lati. Nëse ka qenë edhe live për sot. Me këto dhe me të tjera ju duhet të na bëni subscribe këtu poshtë, shumë e rëndësishme. Dhe ne do të shihemi sërish të premte në orën 8 me shon kryesor dhe të martën e ardhshme. Ja zbulojmë pak, do kemi një ish fermere këtë javë. E vërtet. Po që po çfarë ka thënë për produksionin e për Arbanën? Mbyllet goja për subscribe. Ju dua hacim. Ándale.